Nuk e mohoj që të kam dashur, as që pas teje isha marosur. Në sytë e tu, peng më ke mbajtur, si që mbajt lidhur një i burgosur. Por ndodh që jeta ndryshe vjen, tjetër zemër tek ty ka trokitur. Çdo gjë që ishte midis nesh, si ëndër nate, larg ka ikur. Nuk e mohoj që jemi dashur, mbi gjurmëputhjesh kemi ecur. Ne të tutje i kemi flakur kur dashuronim si të dehur. Mbase në rrugë më sheh një ditë, edhe bën sikur s'më njeh. Ta dish, nuk fshihen dashurit, se jemi dashur, dot se fsheh. Po t'jap një darë trokitje se më vërove shumë emocion. Faleminderit. Kjo poezi është nga libri me poezi i Aurel Nashit, Në buzët e një gruaje. Aurel, po qenë edhe poet, më? Po, poet dhe prozator. Po, nëse ke dëshirë mund ta cek dhe titullin, pse e kam titulluar Në buzët e një gruaje. Edhe në fakt, unë e kisha në mendje të pyesja, se ka që lidhur me figurën e gruas në tërësinë e gjërave që bën. Sepse femra, unë të ndjek her pas here edhe në postimet në rrjetet e tua sociale. Femra është art, është muzë, është frymëzim, ndaj ashtu siç e shohim të bukurën në jetë, ne duhet ta shohim dhe tek sytë e femrës, tek buzëqeshja e femrës. Tani titulli Në buzët e një gruaje e kam titulluar sepse puthja është ai çelësi që hap portat e zemrës, pra gjithçka fillon nga puthja. Prandaj kam titulluar Në buzët e një gruaje. Në buzët e një gruaje mund të gjesh gjithçka, mund të gjesh kujtime, mund të gjesh dashuri, ndoshta mund të gjesh edhe tradhtinë shpesh e gjen, pra i fshin të gjitha. Është dhe pak djallë, si ajo djallë dhe angjëll dhe djallë, i ka të dyja. I ka kështu të ndara krahët. Një në ngjyrë të kuqe, një në ngjyrë të bardhë, apo është ngjyrë e zezë tani duhet. Poetik Aureli, poetik. Po. Gjithashtu ka ardhur edhe me një libër tjetër, i cili është në prozë, kam përshtypjen. Po, në krahët e mbrëmjes fshihet puthja. Përse kam titulluar kështu? Mbrëmja fshin pluhurin e përditshëm që ne na jep jeta në streset, lodhjet. Pluhurin e ditës. Pluhurin e ditës, si thua, na kalon nga ajo monotonia, na thyen si thua, jep çik në ngjyra monotonisë që ne marrim gjatë gjithë ditës. Dhe çfarë ndodh? Ne në mbrëmje gjejmë veten të shlodhemi në ritmin e një muzike, pse jo në një flirt, pse jo në një vallëzim. Prandaj në krahët e mbrëmjes fshihet puthja. Ka diçka magjike mbrëmja që të gjithëve na afron. Është aty si ne i themi në errësirë gjithmonë fshihen mëkatet. Është edhe një shprehje shumë e bukur. Jemi në dritë dhe puthemi në errësirë. Në errësirë fshihen mëkatet. Më pëlqeu. Shumë e bukur kjo. Më pëlqeu. Tani ne do vijojmë me disa diskutime të tjera, po edhe me pyetje që të njohim pak më mirë. Si thua ti Egon, kalojmë tek pyetjet për ta njohur më mirë Aurelin apo ke ndonjë gjë tjetër për të shtuar? Në fakt doja të pyesja se kishe shumë kritika për kinematografinë shqiptare. Edhe shumë mirë që i kishe se isha ka, sepse vetëm duke pasur kritika mund të shohim se çfarë shkon gabim edhe të përmirësohemi. Ashtu siç e theksova, unë kam një dëshirë që shpresoj dikush ta dëgjoj, unë dua që të rikthehet kinostudioja në vendin tonë. Përse? Sepse kinostudio se kinostudio aty është patjetër si strukturë funksionar, pra të fillojë të funksionojë. Shtetit nuk i kushton asgjë të mbajë regjisor dhe aktor me rrogë, ashtu siç ka aktorët e teatrit. Pra shteti të financojë më shumë për kulturën, artin, për kulturën. Po pse ka rëndësi kjo? Sepse ne rritim prodhimtarin, rritim cilëtetin e filmit, pra prodhojmë më shumë dhe këtu e imponojmë ekzistencën tonë kulturale kinematografike tek vendet e huaja. Tani lejon vetëm një gjë. Patjetër, do të them po më lejo të them diçka, dhe pse është shumë e rëndësishme, sepse aktorët do kenë mundësi të luajnë dhe në teatr, dhe dhe në film. Gjithashtu ne kemi dhe radio televizionin që është akoma në kujdesin e shtetit, pra kompozitorët që është një kosto e madhe ti kompozosh muzikën. Të njëjtën gjë siç funksiononte përpara kinostudia, po tani ka tamam konceptin kinostudio e re, sepse është diçka e re, diçka moderne, dhe ne kemi mundësi ta rikthejmë përsëri. Shteti të bëhet distributori kryesor i filmit shqiptar. Ne kemi dhe Kosovën, kemi dhe shqiptarët e Maqedonisë që prodhojnë. Dhe në fund fare të bëhet distributori nëpërmjet të shpërndarjes në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, të nxiten dhe politikat e bizneseve për të investuar, sepse shteti ka shumë të lehtë. Të thotë, nëse ti ke një biznes, ti mund të investosh kinematografi dhe ke lehtësira në taksa në fund të vitit. Ashtu siç i bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës që japin lehtësi bizneseve që financojnë në art. Pra ne kemi mundësi ta ngrejmë.
Gjithashtu një gjë shumë e mirë pozitive është sepse ne kemi platformën RTS, televizionin e Korçës në Maqedoni dhe filmi shqiptar nuk humbet thjesht në YouTube. Si diçka e lëm pas dore, po jepet përsëri në platforma televizive. Ndaj unë kam dëshirë që të rikthehet përsëri dhe të kthehen ata kineastë të mrekullueshëm që jetojnë jashtë shtetit, që bëjnë çfarëdo lloj pune për të jetuar, po që kanë një pasion dhe një dëshirë të paparë për filmin. Është vërtet. Nga ty, ti do ishe kthyer? Unë do kthejmë që nesër, nëse kthehet Kino Studio dhe unë kam shpinën time dhe të jem në një rrogë për të nxjerrë jetesën, të njëjtin paralel siç punoj ande për të jetuar. Është pika ku do doja të ndalesh, se kjo më ngacmon. Pra ti po thua praktikisht me sa arri unë të kuptoj që ti japim një rrogë edhe këtyre aktorëve apo kinastëve. Siç po jep me teatrin apo. Siç po japim teatrin. Tani, rrogat e teatrit pak a shumë gjithë e kemi idenë sa janë. Ndërkohë që aktorët për filma paguhen më shumë. Dhe dhe ka një nivel goxha më të lartë pagesa e një aktori për një film se sa një aktor teatri. Mirë, këta e caktojmë. Në këtë pikë, sa mendoni që do ishin dakord vetë aktorët për të bërë pjesë një skeme të tillë, po i quaj unë? Po shiko, si funksiononte në kohën e komunizmit para viteve në ditë kinematografia, ishin njerëzit me rrogë, kishin një rrogë që ndoshta ishte pak më lart se punëtorët e thjesht, po ishte një pagë e arsyeshme për të siguruar jetesën. Tani ne të gjithë e dimë që të gjithë duan milionat, njerëzit mendojnë e dinë shumë të thjeshtë që nëpërmjet artit mund të pasurohesh, por nuk është aq e lehtë. Janë disa gjëra, shiko, Hollywoodi është një ëndër e bukur, një iluzion i bukur, po jo gjithçka është nëpërmjet pagesës së filmit. Është shumë e vështirë të nxjerrësh fitime nga filmi. Ndonjëherë duhet të shkelësh mbi imazhin tënd, skandalet. Ata që kanë bërë skandale janë njerëzit më të pasur të botës sot fundi. Po mirë, dakor, lëma atë pjesë, po e cekim sepse siç e theksova, shumë e vështirë. Pra, njerëzit që merren me art kanë dhe puna të tjera, janë si të thuash, janë aksioner në për kompani të ndryshme, merren me biznese të tjera, pra fitimet ata nxjerrin nga diçka tjetër. Në Amerikë, sepse ndodh që ka filma që humbasin nuk arrin të kapin as buxhetin që e kanë realizuar. E vërtetë, dhe shtuar edhe filmave ashtu. Gjithashtu, po ande janë lehtësirat e taksave. Po ne pse duhet ta ngrem arsyen, sepse ne gjuha shqipe nuk e na ndihmon të çajmë në tregun e huaj. Po marr si shembull Indinë. Çfarë bëri India? Eksploronte me filmat e vet, nuk e pa që nuk arriti të kapte dot tregun, i ktheu të gjithë kineastët, aktorët dhe ngriti Bollywoodin. Dhe tani është vendi i dytë pas Hollywoodit në prodhime filmike. Por ja imponuan botës, ja imponuan vendeve europiane dhe perëndimore ekzistencën e tyre kinematografike nëpërmjet prodhimtarisë. Dhe ne duhet ta ngrejmë ta ngrem në atë që t'japim volum, sepse ti s'ke volum në prodhim, me 2-3 filma duhet të ngrem që t'ja imponojmë ekzistencën tonë të kinematografisë dhe vendeve të huaja. Ky është mendimi im, ndoshta mund të jetë mendimi gabuar, po unë kështu e shoh në këtë koncept. Sa më shumë ide të hedhim mbi tavolinë, aq më shumë ka mundësi të bëjmë gjëra të mira edhe të përmirësohemi, kështu që çdo kritik qoftë, sugjerim është ka herë e mirëpritur, kam përshtypjen unë.